Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do t'ju njohim me disa nga faktorët që nxisin sindromën e lodhjes kronike. Shpesh herë qëllon që në mëngjes, sikur me zor çohemi nga krevati, sikur ndijemi një lodhje dhe nuk kemi fuqi për t'u çuar. Po kjo mund të bëhet e shpesht, mund të zgjasë edhe me muaj të tërë, nëse ne nuk arrijmë që të kuptojmë, të lexojmë trupin ton ku kemi gabuar gjatë ditëve në vazhdimsi në të kaluarën. Faktorët që më të shumt e nxisin këtë sindrom mund të jenë këto: ndryshimet dhe luhatjet e shumta të temperaturës. Pra, sidomos në stinën e pranverës, kur ne vim nga një temperaturë e ulët dhe arrim në një temperaturë më të lartë, trupi jon që ta përshtasi trupin në raport me këto temperatura, don të bëjë me të vërtet disa ndryshime, sidomos ato në drejtim të qarkullimit të gjakut. Pra arteriet jo të jenë më të shtypura si më parë nga ndryshimi nga shtypja atmosferike me ulët, por të jenë më elastike. Së dyti, në stinën e pranverës, ne vim pas një harxhimi të rezervave të ruajtura të vitaminës D në trupin ton, pra kemi bërë një plazh në verë dhe tash jemi në fillimin e pranverës, ku ato rezervat vitaminës D po vinë duke u shtëruar. Mungesa e hekurit, mungesa e vitaminës B12, që të gjitha këto mund të bëhen shkas për ta ushqyer, si thua, sindromin e lodhjes kronike. Njëkohësisht, ne vëmë re që ndryshon edhe dieta ushqimore, pra nga një gjellë e rënd me mish, me vajra, me kaloritë të shtuara të shumta gjatë dimrit, tashmë do të shkojmë tek një tryezë tjetër, e cila është plot me fruta, me perime të ndryshme të stinës. Pra edhe ky ndryshim në sistemin ton të tretjes do të rehapi pa diskutim një ndryshim në lëvizshmërinë e trupit ton. Por jo rrallë është një fenomen, sidomos tek rinia, që prishin pa e ditur ritmin cirkadian. Çfarë është ky? Ne, duke qenë një produkt i natyrës, e përjetojmë, si thua, qarkullimin e tokës rreth diellit në një raport shumë të rritur hormonal, sidomos serotonina dhe melatonina. Çfarë janë këto? Ndërkohë që dielli është duke lindur në mëngjes, hormoni i serotoninës fillon që të prodhohet në tru dhe dal nga dal ne hapim syt, shikojmë që ka hyrë ajo rrezja e diellit në dhomë dhe gati sikur po bëhemi për t'u çuar. Është momenti kur hormoni i melatoninës, që është prodhuar natën, në mëngjes së bashku me rrezatimin diellor, ndodh ulja e melatoninës dhe fillimi i rritjes së serotoninës. E nëse ne nuk jemi të zgjuar në këtë moment, por qëndrojmë në gjumë, ne, si thua, i kemi vënë këmbën prodhimit dhe harmonisë të këtyre të dy hormoneve. Pra, melatonina fillon që të prodhohet në darkë me perëndimin e diellit, shtohet nga ora 12, 1, 2, 3 natës dhe njerëzit në këtë periudhë duhet të bëjnë atë gjumin e shëndetshëm dhe të rëndë të tyre, dhe ndërkohë që është duke aguar mëngjesi, ky prodhim fillon të ulet dhe truri dhe trupi fillon që të çlirohet. Mos e prishni ritmin cirkadian të trupit ton. Mos flini në orën 2-3 të mëngjesit dhe mos flini pas orës 7-7:30, sepse gjatë gjithë ditës do të ndiheni si të lodhur. Trupi jon është i lidhur ngushtësisht me natyrën, pavarësisht se ne ndoshta nuk dim që ta lexojmë dhe të veprojmë sipas këtij ligji të natyrës. Krahas këtyre faktorëve, edhe jeta sendetare, qëndrimi pa ushtrime fizike, ndikon më së keqi në drejtim të sindromit të lodhjes kronike, për faktin se gjaku mund të na qëndrojë nëpër ekstremitete, mund të na qëndrojnë acide nëpër ekstremitete, sidomos ai maliku, uriku e kështu me radhë, dhe kur ne të çohemi në mëngjes, këto acide që depozitohen nëpër ekstremitete sikur na shpojnë fijet muskulore. Një faktor tjetër janë alergjitë pranverore, pra shpërthimi i sythave pranveror, polenet që lëvizin, mundet që të bëhen shkas tek ata njerëz që kanë, le të themi, një rezistencë të ulët të trupit të tyre. Alergjitë shkaktojnë kruarje, skuqje, teshtitje, rrjedhje hundësh,
kruarje sysh e kështu me radhë. Dashur pa dashur, njeriu fillon të bëhet pak stresant, të ndryshojë nga ana emocionale dhe psikologjike, ankthi sikur të filloj të hedhi ato hapat e para në trupin e njeriut, stresi, frika dhe gjithë ky ndryshim emocional i shkaktuar qoftë nga alergjit, qoftë edhe nga rezistenca e ulët e tij trupore, do të shoqërohet edhe me prishjen e florës bakteriale në zorr. Dhe rrjedhimisht do të na japi atë sindromin e lodhjes kronike. Jo pak ndikojnë infeksionet virale, si për shembull Epstein-Barr, virusi i herpesit, gripet virusale e të tjera. Këto jo vetëm që sikur e dërmojnë organizmin, por në momentet e para, pasi gripi ka kaluar, njeriu të duken sikur i dhëmbin edhe kockat, edhe muskujt. Pra, këtë sindrom të lodhjes kronike e ka si pasojë të viruseve që ka kaluar në trup. Por, një ndikim shumë të rëndësishëm ndikojnë tek këto lloj sindromash edhe pabarazit hormonale në gjak, si për shembull kortizoli, adrenalina, të cilat le të themi prodhohen nga gjëndra mbiveshkore, por që komandën e marrin nga sistemi nervor. Njëkohësisht, në këtë lodhjen kronike ndikojnë edhe traumat fizike ose emocionale, një lajm që të bie befas në trup, ai sikur të rondit dhe të këput nga ana emocionale, ndonjë goditje, ndonjë shembje kështu me radhë, po kështu edhe ajo prishja në mënyrë të paditur dhe të pakujdesshme e florës bakteriale në zorr. Kjo detyrimisht do të na japi një çrregullim, një uri, si thuaç, të trurit dhe të trupit ton. E cila do të ishin ato simptoma? Për shembull, një lodhje shpesh që kërkon të rish shtrirë, nyjet limfatike që sikur ejnten. Emocionalisht njeriu është i stresuar, kemi një marrje mendsh, kemi një dhimbje fyti, edhe kur çohemi me zorr që mund të qëndrojmë në këmbë dhe duam të rrim shtrirë, mundet që të kemi një fryrje të barkut dhe të zorëve, ose një ngjeshje, një dhimbje në stomak, një ngjeshje, një ngushtim të kraharorit deri sikur po mbytemi, një tharje të gojës ose një gojë e hidhur dhe një tjetër pasojë mund të jetë edhe kjo arterioskleroza. Pra, qëndrimi sedentar, mos lëvizja, mos marrja me aktivitete fizike, dashur pa dashur, ne na krijon pllakza dhe na ngushton arteriet në trupin ton. Pra, vemi dashur pa dashur edhe tek një sëmundje kardiologjike. Po cili do të ishte trajtimi alternativ? Le ta fillojmë së pari, një detoks në kushtet e shtëpisë. Në pranverë, çdo njeri gjen për shembull atë majdanozin, koprën, selinon, atë mendrën e butë, të cilat mund t'i marrim dhe të pim një çaj, një ujë të ngrohtë për të bërë një detoks të trupit. Po si praktikisht? Marrim një gotë me ujë të nxehtë, hedhim në të pak gjete të majdanozit ose të selinos, ose majdanoz dhe finok, hedhim në këtë ujë të nxehtë një lugë çaj me mjalt dhe një lugë gjelle uthullmolle. Enzimat që ne marrim, probiotikët që ne marrim, na ndihmojnë që trupi jon të bëjë një si thuaç një vetpastrim të tij. Mandej, le të vemi tek disa nga produktet që ne kemi servirur këtu para. Le të themi, ginsengu, rënja e jetës, është një produkt i mrekullueshëm në atë dhënien e energjisë së re të sistemit nervor, në çlodhjen e tij dhe ky na jep njëkohësisht edhe një performancë të mirë fizike. Është një lule akulli që quhet Rhodiola rosa. Është një adaptogjen i cili lufton lodhjen kronike, rrit fokusin mendor dhe qëndrueshmërinë. Nga Rhodiola rosa ne mund të marrim 300 deri në 600 mg në mëngjes, ndoshta edhe në drekë. I shtypim ato gjethet dhe atë xhelin, ne mund ta injektojmë në kos, në supë ose edhe në gjell. Le të vemi tek një bimë e cila quhet me të vërtet bima e shekullit, për faktin se rrit më së miri qarkullimin e gjakut në gjithë trupin e në veçanti në tru. Përmirëson përqëndrimin dhe energjinë. Si çaj, rozmarinën mund ta përdorim 200 ml çdo mëngjes, ndërsa si vaj mund të marrim dhe të hedhim, për shembull, 2 deri në 3 pika në mëngjes, 2 deri në 3 pika në drekë.
në gjell do të vëmë re që do të jemi më aktiv gjatë ditës, na heq atë sindromin e lodhjes kronike. Shrebela është një bimë mbar kombëtare e cila përmirëson humorin tek njerëzit, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe vitalitetin. Sherebelën dhe rozmarinën nuk duhet ta përdorin ata persona që kanë një hipertension të lartë arterial, të gjithë personat që kanë tendencën për një hipotension, që do të thotë kanë një këputje trupore, një lodhje, çajin e sherebelës 1 deri në 2 gota në ditë, kryesisht në mëngjes dhe në drekë, mund t'i marrin pa asnjë problem. Janë aleat të shkëlqyer për të rritur performancën tuaj fizike. Le të vemi tek maka. Është një rrënjë, rritet në malet Apenine, por fatmirësisht është rritur edhe në vendin tonë në të dyja llojet e saj, e bardha dhe e zeza. Është e pasur me mikroelement që rrisin ekuivalencën hormonale të trupit dhe të trurit, rrisin energjinë trupore e aktivizojnë atë dhe njëkohësisht përmirësojnë tek të dy gjinit dëshirën seksuale. Dhe le të vemi tek maja e piramidës, pa i lënë më njanë edhe boronicën e zezë dhe aronjën, tek mjalti egzotik, një produkt i pasuruar me erza pikante, polene, qumshtin e bletës, që gjallëron sistemet e tretjes, sistemin e qarkullimit të gjakut dhe bën një detoks të fuqishëm të mëlçisë. Ai gjithashtu lufton plogështinë. Është një produkt plot antioksidant, aminoacide dhe vitamina, të cilat i japin fuqi shpërthyese energjisë së brendshme të trupit tuaj. Përdorimi i mjaltit egzotik do të ishte thjesht 1 lugë çaj në mëngjes, 1 lugë çaj në mbrëmje, 10-15 minuta para buke. Mundet që të përdoret 4 deri në 5 ditë dhe mund të bëjmë një pushim prej 3 deri në 4 ditësh. Është me të vërtet një produkt që sidomos njerëzit që janë mbi 40-45 vjeç do të ishte e mrekullueshme sikur ky produkt të përdorej 2 deri në 3 herë në vit. Ky ishte emisioni për sot. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer më së miri dhe t'ju shërbej për vitalitetin e trupit tuaj. Mirupafshim në emisionin e radhës.